Qëndrojmë në Itali, por tani do të spostohemi në Milano, do të flasim për stadiumin San Siro, i cili do të shitet. Milan i bën një hap historik drejt së ardhmes së futbollit në qytet. Këshilli i qytetit ka miratuar shitjen e stadiumit San Siro dhe zonës përreth, duke japur rrugën një projekti që do ta shohë Milanin dhe Interin të udhëheqin ndërtimin e një stadiumi të ri. Në një deklaratë të përbashkët, të dyja klubet shprehen kënaqësinë me miratimin e këshillit të qytetit për shitjen e San Siros dhe zonës përreth, një hap historik dhe vendimtar për të ardhmen e klubeve dhe të qytetit. Ndërkohë klubet tashmë po shohin me besim dhe përgjegjësi hapat e ardhshëm në proces që do t'i çojë ata drejt ndërtimit të një stadiumi të ri që përmbush standardet më të larta ndërkombëtare. Kalojmë në lajm tjetër, do të flasim për Mercaton. Qëndrojmë sërish në Itali dhe tek Milani, klubi kuqezi ka shfaqur interes për të përforcuar në merkaton e verës së ardhshme me sulmuesin e Barcelonës, Robert Lewandowski. Sulmuesi polak futet në vitin e fundit të kontratës me katalanasi dhe ardhmja e tij është në dyshim tek Barcelona. Menaxheri i lojtarit Pini Zahavi dhe drejtori sportiv Iglitare kanë zhvilluar bisedime për ta diskutuar situatën e Lewandowskit, i cili ka qenë protagonist tek Barcelona me golat e tij. Milani po përpiqet të përcaktojë se çfarë hapash duhet të ndërmarrë dhe mbi të gjitha nëse lojtari do ta rinovojë apo jo kontratën e tij, e cila skadon në qershor. Polaku ka realizuar 105 gola në 154 ndeshje për Barcelonën të gjitha kompeticionet.